për kontributin shkencor dhe personalitetin e tij prej besimtarit të devotshëm e ligjëruesi eloquent, ai fitoi simpatin e qindra mijëra besimtarve anë e mban botës. Rrëfimi i tij është prekës dhe emocional, është gjithsesi edhe inspirues. Familja e tij dhe ai janë heronj të vlerave dhe besimit. Në portret ne u sjellëm një përmbledhje nga jeta dhe veprimtaria e tij, jo thjesht për të njohur me të, por edhe për ta shndruar në një lloj modele që ja vlen të ndiqet. Abdul Kadir Arnauti. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Vlera e një njeriu matet me atë që zotëron dhe jo vetëm. Matet edhe me ambicit e tij. Kështu pati thënë dikur dietari i madh Ibn Taymije, ndërsa fliste për synimet dhe aspiratat për të ngjitur lart e më lart. E më çfarë mund ngjet majat njeriu më mirë se sa me dije. Përkushtimi për dijen e veçmas për dijen fetare është vepër për cilën feja e vlerëson në shkallën siprore. Personaliteti që do t'ua prezantojmë në portret, Abdul Kadir Arnauti, është njëri prej atyre besimtarve që Allahu i madhruar i bekoi për ta shërbyer fjalën e profetit të tij, Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Është dietar që pas vete ka lënë një trashëgimi të pasur, një familje e cila vazhdon të shërbej edhe sot e kësaj dite me përkushtim, e veçmas vazhdon të shërbej hadithin e pejgamberit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Është i dalluar për dijen dhe vlerat. Është personalitet rrëfimi jetësor i cilit na frymëzon. Në portret ne do të shkëpusim pjesë nga jeta dhe veprimtaria e tij për ta njohur më afër e më mirë këtë dietar dhe burr të madh. Abdul Kadir Arnauti me prejardhje është nga Kosova, nga Vrella i Sogut më saktësisht. Këtu edhe ka lindur në vitin 1928. Për shkak të rrethanave babai i tij Sokoli kishte emigruar në Damask. Abdul Kadri ishte vetëm 3 vjeçar kur migruan. Emrin e vërtet e ka Kadri dhe kështu e ka ruajtur në dokumente identifikimi deri në vdekje, ndërsa në vepra është prezantuar me emrin Abdul Kadir. Jeta në Damask nuk ishte as pak e lehtë për ta. Shto kësaj edhe faktin se Abdul Kadrit nëna do t'i vdiste dhe do të rinte fare të vogël. Por babai i tij Sokoli, rahmet paqin të tre, ishte i përkushtuar për të birin, prandaj do ta fuste në shkollat lokale ku ai do ta mbaronte shkollimin fillor. Gjendja e rëndë ekonomike dhe nevoja për të punuar do ta detyrante hoxhën tonë që ta ndalte shkollimin dhe të merrej me riparimin dhe ndrejqjen e orëve. Megjithatë, dashuria për dijen nuk do t'i shuaj kurrë në zemrën e tij. Kështu që ai punonte gjatë ditës, ndërsa natën në mbrëmje mësonte Kur'anin dhe fekun. Për fatin e tij të mirë, edhe pronari i dyqanit ku punonte, kishte një përgatitje fetare, ishte hoxh. Prandaj, duke parë këtë përkushtimin e madh të Abdul Kadrit, i kishte thënë: "Biri im, ti sikur je krijuar vetëm për dituri." Prandaj e kishte quar tek hoxha Abdulrazak Halebiu që të ndiqte mësimet tek ai. Hoxha jon, siç e rrëfen për veten e tij, ishte shumë i zgjuar. Kishte një memorie të fortë dhe e shfrytëzonte kohën maksimalisht. Ndërmjet orëve të mësimit, respektivisht gjatë pushimeve, mësonte përmendsh nga 5 hadithe. Hoxha ka mësuar edhe nga dietar tjerë, disa prej të cilëve ishin shqiptar, si për shembull Sulejman Gavoçi, babai i hoxhëve e Gavoçit, pastaj ka mësuar Kur'anin tek hoxha Subhi Atar, tek hoxha Muhammed Saleh Farfuri, ka mësuar gjuhën arabe, fekun, tefsirin dhe disa shkenca tjera. Hoxha gëzonte për kushtimin e babait të tij Sokolit.
i cili qysh në veçli ja kishte mësuar gjuhën shqipe dhe kishte edukuar që kur të mos e harronte atë. Prandaj vazhdimisht hoxha brenda shtëpisë së tij dhe me anëtarët e familjes e flisnin gjuhën shqipe dhe e kishte vizituar edhe vendlindjen disa herë. Kështu hoxha vazhdoi studimet dhe jetën në Damask. U martua me zonjën Sabrie, e cila vdiq duke i lënë djalin Mahmudin. Pastaj u martua dhe nga martesa e dytë, Zoti i fali fëmijë të shumë. Ja fali 7 djem e 3 vajza. Mahmudi, që u përmend pak më parë, me familjen janë zhvendosur në Kosovë. Ai ka përpiluar dhe redaktuar disa vepra të rëndësishme, në disa prej cilave ka bashkëpunuar madje edhe me baban e tij Abdul Kadrin. Mahmudi ka vdekur në vitin 2017 në Prishtinë, ku edhe është varrosur. Të vazhdojmë dhe të flasim për hoxhën ton Abdul Kadrin. Ai ka dhënë një kontribut të madh në shkencat fetare, e veçmas në atë të hadithit. Më shumë se për të shkruar, ai ishte përkushtuar për redaktim shkencor të veprave. Thoshte se mjaft është shkruar, tani na duhet që të redaktojmë ato vepra që janë shkruar më parë. Në fakt, ai ofronte një shërbim shkencor që për nga vlera dhe rëndësia ishte jashtëzakonshëm. Ka më shumë se 50 vepra të shërbyera shkencërisht. Po përmendim disa sa për ilustrim. Vepra Gjamiul Usul fi Ahadith ar-Rasul të Ibn Athirit, e cila është 15 vëllime. Pastaj vepra Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, pastaj vepra Lum'atul I'tiqad, pastaj libri At-Tawwabun i Ibn Qudamës, pastaj librat e Imam Nevaviut Al-Adhkar dhe Adabu Hamalatil Quran, pastaj libri i Bejhakiut Mukhtasar Shu'ab al-Iman, pastaj libri i Ibn Kathirit Al-Fitan wa Al-Malahim, pastaj libri i Ibn Taymijes Raf'ul Malam anil A'immati al-A'lam. Po kështu ka redaktuar edhe veprën e mirënjohur të Ibn Qayyimit Zad al-Ma'ad. Hoxha krahas kësaj është autor edhe një sër broshurash dhe libër thash, si për shembull libri El-Wajiz fi Manhaj as-Salaf as-Salih, i përkthyer edhe në shqip. Pastaj libri Wasaja Nabawiyya, libër që përmbledh këshilla profetike. Siç mund të shohim, hoxha dallon për produktivitet të madh shkencor. Sipas atyre që ka njohur nga afër, shkaqet e këtij produktiviteti fshihen në disa prej gjërave në vazhdim. E para, përkushtimi tërësishëm ndaj shërbimit shkencor. Pra, hoxha nuk është marrë me ndonjë punë të dytë, prandaj edhe tërkohën e ka pasur në dispozicion për shkencat fetare. E dyta ka të bëjë me metodologjinë e saktë që ka ndjekur. E treta ka të bëjë me dashurinë e madhe për shkencën në përgjithësi dhe për shkencën e hadithit në veçanti. Krahas këtyre, si shkak që ka quar në këtë produktivitet të madh, është edhe libraria e madhe dhe referencat e shumta që hoxha i kishte në dispozicion. Hoxha, përveç shkrimeve, përveç redaktimeve shkencore, ka pasur edhe angazhime në teren. Ka qenë ligjërues në xhaminë e shqiptarëve për 15 vite. Pastaj për një dekadë të plot ka qenë ligjërues në xhamin Omer bin Hattabi. Pastaj ka ligjëruar edhe në xhamit El Islah dhe El Muhammedi për disa vite. Për shkak të qëndrimeve të tij, respektivisht për shkak të luftimit të risive, ishte ndaluar nga ligjërimi. Po kështu ai ka qenë edhe mësimdhënës. Madje këtë detyrë e ka kryer dhe ka filluar qysh kur ka qenë i ri. Ka qenë mësimdhënës në shkollën El Isaf El Khairi, ku dikur ka qenë nxënës. Pastaj ka qenë mësimdhënës në Institutin Arabo-Islam, ku ka ligjëruar lëndët Kur'an dhe Fik. E pastaj ka ligjëruar
edhe në institutin që është quajtur Hoxha Bedruddin Haseni. Hoxha ka realizuar vizita me qëllime davetike në vendet të ndryshme, duke përfshirë edhe vendin e lindjes Kosovën. Qasja dhe metodologjia e Hoxhës dallonin për ndjekje të vijes së selefit, respektivisht sahabeve dhe brezave të parë, duke ju përmbajtur rrept Kur'anit dhe Sunetit. Ai nuk ishte fanatik dhe nuk ndiqte verbrisht askën, sado dije të madhe të kishte. Ai, duke aplikuar motën e Imam Malikut se fjale çdo kujt merret dhe lihet përveç fjales së profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, merrte nga dietarët, por edhe linte. Aty ku bindej se argumenti e mbështeste një fjalë në një thënie të caktuar, e merrte, ndryshe e linte. Për të argumenti ishte mbi të gjithë. Arsyeja dhe motivi se pse Hoxha ishte përkushtuar hadithit është se shpesh nga ligjëruesit dhe hoxhëllarët dëgjonte hadithe me të cilat ata argumentonin për çështje të caktuara, e të cilat ishin të pasakta. Prandaj edhe përvoli mëngët dhe i hyri verifikimit të haditheve. Në vitin 1957 i është bashkangjitur grupit të hulumtuesve shkencor në El Mekteb El Islami, krahas dy hadithologëve tjerë shqiptar, Albanit dhe Shuaibit. Këtu ka qëndruar parafërsisht 10 vite. Me Albanin kanë redaktuar e verifikuar veprën Mishkat El Mesabih të Tibrizit, ndërsa me Shuaib Arnautin ka realizuar disa vepra si Raudatut Talibin të Imam Neveviut, pastaj veprën El Kafi të Ibn Qudamës, veprën e Ibn Gjauziut Zad El Mesir. Tani që ne mësuam për profilin e tij shkencor, patjetër se na duhet ta njohim edhe profilin edukativ të Hoxhës. Hoxha ynë Abdul Kadiri dallohej për modesti e thjeshtësi, jo mendjemasi apo arrogancë. Ishte njeri me moral të butë, me moral të lartë, i dashur me njerëzit dhe i dashur tek njerëzit. Megjithatë, ai ishte shumë i vendosur në të vërtetën. Nuk debatonte, as nuk bënte kompromis për të. Këshillonte me guxim, pa frikë e pa hezitim. Kur shkelej ndonjë fjalë e Zotit, e shehje si një vulkan që shpërthen nga zemrimi. Thuaj se do të çaj nga mlefi dhe mëria. Thoshte vetëm atë që e kënaq Allahun dhe nuk kishte frikë nga qortimi i askujt në rrugën e Zotit. Ai ishte krenar dhe njeri me dinjitet. Ishte krenar për lidhjen që kishte me Allahun e madhruar, pra për përkushtimin që e kishte ndaj fesë. Ai e urrente hipokrizin dhe hipokritët. I refuzonte mënyrat e tyre të gabuara dhe përpjekjet hipokrite për të arritur përfitime materiale apo pozita. Por kjo nuk e bënte të paturpshëm në mënyrën se si refuzonte këto gjëra. Me qartë, ai ishte i përmbajtur në të folur, zemërgjer dhe i duruar. Nuk e përgojonte askën dhe nuk i pëlqente që dikush ta përgojonte dikë në pranitë e tij. Kur pyetej për ndonjë dietar apo thirrës që kishte dallime me të në metodë, përgjigjej vetëm në mënyrë që ta kënaqte Zotin, duke treguar mendim të mirë dhe duke kërkuar justifikim për tjetrin. Hoxha ishte bujar dhe dordhënës. Nuk e refuzonte askën që kërkonte ndihmë dhe nuk ngurronte të ndihmonte atë sa kishte mundësi. Ai sillej mirë me mysafirët e tij të shumë, kujdesej aq shumë për ta, saqë ata fitonin përshtypjen se nuk janë në shtëpi të Hoxhës, por janë në shtëpitë e tyre. Një prej zakoneve të tij të dashura, që e bënte të fitonte zemrat e njerëzve dhe simpatinë e tyre, ishte se asnjë vizitor nuk hynte në shtëpinë e tij pa u përshëndetur me ngrohtësi me të
dhe pa e pyetur për emrin, prejardhjen, profesionin dhe vendlindjen e tij. Edhe pse kjo ishte paksa e lodhshme për të. Pra ishte e lodhshme për një dietar i cili i afrohej të 80-tave. Ai e bënte këtë me qëllimin për t'u afruar më shumë tek Zoti, duke futur gëzim në zemrat e njerëzve. Hoxha nuk i harronte mësuesit. Ai lutej për hoxhën e tij, Muhammed Salih Farfurin, thoshte: "Nga hoxha Salih kam mësuar frikën ndaj Zotit të Madhreshëm. Në shenjë respekti ndaj tij dhe ndaj institutit fetar që Hoxha Saliu kishte themeluar, pra Instituti El Feth El Islami, pak para vdekjes, Hoxha ynë Abdul Kadri dhuroi një pjesë të bibliotekës së tij të pasur për bibliotekën e institutit, që të shërbej si vakëf për studentët e dijes fetare. Të gjitha librat u vullosën me këtë shënim: sadaka e përhershme për kërkuesit e dijes, e dhuruar nga Abdul Kader El Arnauti, me shpresë për një lutje të mirë për të bashkëshorten dhe fëmijët e tij. Pavarësisht dijes së madhe dhe kontributit kolosal që ka dhënë, ai thoshte për vete se ishte thjesht një rob i varfër i Zotit, një nevojtar për Zotin e vet. Ai nuk pranonte që ndjekësit t'i quante nxënës, në vend të kësaj preferonte t'i quante vëllezër. Kjo ka bërë që hoxha të vlerësohej si për dijen, ashtu edhe për qëndrimet, sjelljet dhe edukatën. Doktor Wahbe Zuhejli, duke folur për të, ka thënë: Hoxha Abdul Kadri dallon për oratorin, fuqinë e kujtesës, devotshmërinë për kushtimin ndaj fesë, dashurinë që njerëzit kanë për të, njohjen e rregullave të halalit dhe haramit, si dhe zotrimin e hadithave profetike, duke u kthyer gjithmonë te burimet e tyre origjinale. Ai dallon gjithashtu për moral të lartë, mirësjellje fisnike, respekt ndaj dietarëve dhe dashuri për ta, ashtu si edhe për dashurinë e tij ndaj sunetit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Në botën e shkrimeve dhe studimeve, ai njihet për shumë verifikime të sakta, cilësore e të shkëlqyera. Doktor Mustafa Dib El Bugha, profesor i hadithit dhe i shkencave të tij në Fakultetin e Shariatit në Universitetin e Damaskut, për hoxhën tën ka thënë këto fjalë: Hoxha Abdul Kader është dietar i Zotit, njeri i mirë, i devotshëm dhe hulumtues i kujdesshëm, i moderuar në qëndrimet e tij. Kjo është ajo që unë di për të. Profesori Muhammed Riyad El Malih për hoxhën tonë ka thënë: dëshmojmë se hoxha Abdul Kader është njeri virtytshëm dhe i përmbajtur në të folur, siç është zakon tek dietarët. Të gjithë dëshmojnë për ndershmërinë, për ulësinë dhe sjelljen e tij të mirë me të tjerët. Ne të gjithë e vlerësojmë punën e tij madhështore në verifikimin e librit Jamiul Usul, i cili është pritur me shumë interes dhe ka sjell përfitim të madh për të gjithë. Bashkohës si tjetër, njëherësh edhe kolegi i tij, hoxha Abdulrahman Shaguri, ka thënë për hoxhën ton Abdul Kadrin: Hoxha Abdul Kadri është njeri i drejtë, na do dhe e dua. Kam qenë me të për një kohë të gjatë, sa isha mësimdhënës në Institutin e Shkencave Islame. Midis nesh kishte bashkëpunim të plotë dhe besim të ndërsjell. Nuk pam prej tij asnjë gabim gjatë gjithë kësaj kohe. Ai ruan gjuhën e vet dhe dinjitetin. Kjo është ajo që unë di për të. Ai gjithmonë është i kujdesshëm në fetvat e tij. Nuk mbështetet te mendja e tij, por tek hadithet e sakta. Pas një jete për plot shërbim për fenë e Zotit, me 26 nëntor 2004, në Damask i adorzon shpirtin Allahut, krijuesit të vet. Në Damask edhe varroset, në funeralin e tij,
kanë marrë pjesë mira besimtarë. Namazi i gjenazës ju fal nga i biri Mahmudi, me njëherë pas namazit të gjumas. A dit imami i xhamis, Hoxha Muhammed Kurejim Raje, hutben i akushtoi tërësisht muhadithit ton, Abdul Kadrit, u varros në varrezat Hakla në lagjën Mejdan. Para se të ndahemi, të nderuar teleshikues, do donim që të marrim disa mësime nga jeta dhe veprimtaria e hoxhës son, Allahu e mëshiroft. Ai bashkë me Albanin, Vehbi Ismailin, Vehbi Gavoqin, Shuaibin dhe shumë të tjerë paraqesin një elitë që kanë përfaqësuar popullin shqiptar gjithandej botës si një popull fetar e dashamir të shkencave fetare. Nga jeta dhe veprimtaria e hoxhës son, mund nxjerrim mësimin për dashurinë për atë. Ai kur nuk e harroi Kosovën, edhe pse larg, nuk e harroi gjuhën, edhe erdhi disa herë dhe e vizitoi vendin e vet. Në veprimtarinë e hoxhës son gjejmë instruksione për metodologjinë që duhet ndjekur. Ai nuk ishte fanatik, por nuk i bënte as lajka as kujt. Mospajtimin nuk e shndronte në armiqësi dhe nuk lejonte askënd që të ndizte zjarrin e debateve dhe përçarjeve ndërmjet dietarëve. Ai ishte tradicionalist, por edhe zahid. Pra, ideja e përjashtimit të asketizmit nga jeta fetare është shumë e gabuar. Ai ishte vetëm kundër mënyrave të lajthitura të asketizmit dhe sufizmit. Ai ishte dietar dhe akademik, por edhe hoxhi i popullit. Ai ishte në gjitha mejdanet ku kërkoi të ishte, dhe kjo e bënte të dashur në mesin e njerëzve. Allahu e mëshiroft hoxhën ton dhe të gjithë hoxhallarët që i shërbyen fesë dhe vendit. Në takimin ton të radhës, me lejen e Zotit, do të flasim për Shuaib Arnautin. Deri atëherë, qofshim në mbrojtjen e Zotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.